Është shumë kënaqësi me qenë sot me mu në këtë epizod të Ramazanit financieri Burim Obertinca. Zotëri Burim, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën që na keni bërë. Faleminderit juve që ju keni përgjigj ftesës, duke e ditë që jemi në muajin e Ramazanit dhe normalisht që na ndryshon pak rutina, por rutina e punës si financiar me shumë angazhime, edhe duke e ditë që puna me financa konsideroj dhe çaq unë sa di edhe sa shoh, nuk është edhe shumë e lehtë, është një farë ngarkesë në veti. A ndryshon rutina juaj në Ramazan? Po në Ramazan pak ndryshon, se Ramazani vetë si muaj është pak më i kadalshëm, koha ka bereqet më shumë në Ramazan. Shfrytëzohet maksimalisht që kjo bereqet Ramazanit tentojna me shfrytëzu maksimalisht. Disa njerëz marrin pushim gjatë Ramazanit, e ajo neve na ndihmon shumë se edhe kërkesat të na bijnë. Kështu që komplet këtë komplet këtë qetësi të Ramazanit na shfrytëzojmë maksimalisht për mi kry punë që na u kanë të bu më herët. Po, zotëri Burim, na e dim që ju jeni do të thotë edhe udhëheq si një institucioni financiar me parime kryesisht do të thotë islame që ne gjithmonë tentojmë si musliman me ju rujt asaj pjesës së kamatës. A mundeni me na tregu pas luftës shohim edhe banka turke. A ndërlidhen ose çish funksionon një bankë islame, përmendoj bank ose institucion financiar me parime fetare të cilat nuk na bojnë neve me shkel që ato parime që na nuk dojmë, edhe juve si udhëheq për shembull, çish funksionon edhe cili është dallimi me çdo banka turke, apo jo është diçka e njëjtë? Jo, fatmirësisht në Kosovë ligji për bankat, peq është themelu ligji për bankat, e kanë ju kanë aprovuar edhe ligji për bankim islam. Kjo si ligj, nëse nuk gaboj, është marrë peje Britanisë të Madhe, komplet që është bërë, dhe kur është formuar banka qendrore, ka pas pi fillimit, ka pas ligj për bankim islam. Fatkeqësisht nuk është që dikush e ka përdor këtë ligj për me hap bankë islame kështu komplet. Edhe në Kosovë nuk ekzistojnë banka islame në Kosovë, janë disa institucione mikrofinanciare që ofrojnë produkte të bankimit islam. Po. Janë të licencuar për bankës qendrore, ama janë institucione mikrofinanciare jo bankare. Po. Se banka është diçka tjetër për institucione mikrofinanciare, ka banka turke, kanë qenë të fuqishme kështu në Kosovë, nëse s'ga bëjnë 3 ose 4, baja këtë fuqishme kanë punu, po jo që kanë punu në bankimin islam banka turke. Se na automatikisht kur dëgjojmë turke, gjithmonë na krijohet ajo përshtypja që edhin ka të bëj diçka kena pak më halal, edhe na shta bën. Valla nuk po di që thëm, neve na karmet pëmërej mendja jonë, kur flitet për Turqi, zakonisht na mesin për Turqit Osman. Po. Ata kanë dallim shumë të madh për Turqit që kanë ardhur që shërbejnë në sektorin bankar në Kosovë. Çka dallojnë? Po ata dallojnë rrënjësisht. Turqit Osman, për shembull, kanë ardhur për Turqisë, i kanë lënë familjet e tyne, i kanë lënë pasuninë e tyne, edhe kanë ardhur për zonën e atje, kanë ardhur në Kosovë, kanë bu luftë për me ngrit parimet islame, për dallim për këtyre turqisë që kanë ardhur me banka me kësi që një farë forme i kanë shpall luftë Allahut me kamata që i bojnë Kosovë. Fatkeqësisht. Po ju kuptoj, po na si musliman, si praktikant fetar në Kosovë për shembull, çka unë si njeri thjesht duhet me ditë kur du me marr një borxh, nëse më thon, për shembull, po që nuk e di, që nuk hyn kamat. Çish funksionon pak a shumë? Po shitblerja në islam është e lejume. Domethënë kamata është ndaluar, por shitblerja është e lejume. Fatkeqësisht institucionet financiare që punojnë parime islame te na janë dopta, edhe nuk e kanë fuqinë e madhe, po janë të rregulluar në si forme që nuk ka kamat në ato. Në ato institucione nuk ka kamat. Tash të mujmë ta shpjegoj një produkt për shembull nëse ti e blen një kerr ose një diçka që më kon pak më konkret me kuptuar edhe këta që nuk janë financiera, nëse ti don me ble për shembull një kerr në institucion financiar që punon parime islame edhe një kerr nëse do me ble në bankë. Apo kupton? Po. Institucionet financiare islame punën e parë ta japin çmimin e veturës. Edhe ai çmim nuk ndryshon derisa të përfundohet komplet borxhi. Edhe nëse ti vonohesh, edhe ti nëse nuk e pagun, edhe çfarë do të lëshë që ti ki financiare gjatë asaj periudhe, në bankim islam mundohen të zgjidh ato në mënyrën perfekte të mundshme të mos i dëmtu klientin.
që nuk ndodh me bankat konvencionale, të cilat veç i dim çfarë ndëshkime bojnë edhe çka marrojnë ato me produktet e tyre. Po a është e vështirë për ju si institucion financiar me funksionu në këtë formë pa ndëshkim? Më thonë se njeriu vetvete e ka mandej e lën një farë. Nuk po them që është më mirë, absolutisht, po pesho për këndvështrimit juaj në këtë rast, po më duket pak Na fatmirësisht portofolio jonë ka shumë pak vënesa. Është një mirësi për Allahut që njerëzit të rinë gati borxhet që i marrin tani. Okej. Pa marrë parasysh që nuk kanë ndëshkime për vënesat e këto, njeri që i ka parat e na i pagun. Ka raste tash që njeri nuk ka para din, po ato para shihen bankim islam që me fitu ma pak për tyne ose diçka, po kryesisht te na njerëzit janë të rregullt. Do me thonë varet pak prej planifikimi që e bën institucioni. Ju planifikimi ju është duke u bazu që okej, mundet edhe më u vonu, që ashtu pe kuptoj. Po ka raste ajo e parashit se njeri nuk mund me ditë ardhmen, qysh kanë me shku na bojmë analizë për shembull. Po. Sotshme, ai deri sot i ka pas punë të mirë, po e nesër mja nuk dihet. Unë e kisha potencu rastin te pandemia për shembull kur është bloku komplet. Po. Njerëzit kanë me të pa punë, njerëzit mos kanë pas parë, bizneset janë mbyll. Edhe aty bankat për shembull u kanë e parësyshme çish u rrit fitimi i bankave. Në kohë pandemisë për shembull, krejt kanë humb, bankat kanë fitu. Se kredit që i kanë lëshu bankat, ja kanë dhënë mundësi për shembull si pagu 3 këste, 6 këste, ama në ato këste kanë për llogarit fitim. E të na u kone kundërta. Të na për shembull nuk ka pas njëri parë, na jo kena shty këstet, nuk i kena klasifiku klientat, edhe nuk i kanë pagu asnjë cent më shumë se që kanë marrë borxh të na. Okej. Edhe çtu do të thonë është pikërisht çaj dallimi që na si njerëz thjesht na duhet me ditë dhe me kuptu. Po. Se na realisht krejt financiera secili e ka një profesion, po nuk kemi nevojë financiar më bo për me ditë shumë çka. Po tash këto do thotë për ditëshmëri, po i bjen që ju e bleni produktin, edhe ju e bleni produktin edhe unë e paguaj produktin, nuk marr të holla cash. A është ky funksionimi? Por e cash si produkt na e kemi si produkt, Okej. po ato e praktikojmë vetëm për njerëz që janë në zor, njerëz që kanë borxhe, për shembull ka dikush me të pagu ty ti ka marrë 1.000 euro borxh, 2.000 euro borxh, në ato pare na nuk llogaritëm fitim hiç. I merr 1.000 euro dhe kam i kthy 1.000 euro. Se parja si mall nuk shitet. Në momentin që parja shitet me një kosto, atëherë bëhet kamat. Si e morën në institucion financiar islam, si e morën në bank, ajo është njëjtë. Në parim e blejmë një sen, edhe atë sen e shesim e këste. E qartë. Po, ju edhe pak e përmendet në fillim, a është e vështirë me ndërtu, më thonë, taman bank islame në një vend si Kosova? Fatmirësisht, tash me qeverisin e re në Bankën Qendrore, ti e ke pa dhe vetë të zona kryeministrin, presidentën, kanë shku në vendet e arape, Po. edhe kanë takime, po mënej tash mos thëmë ditore, po kanë takime mujore me ta. Ata janë për momentin njerëzit më të fuqishëm në ekonomi globale. Ata e kanë ndikimin në krejt botën, edhe tash të është një qasje tjetër ndaj aty në mjeteve. Okej. Pareve të arabe kanë fjallën. Besoj që në të ardhmen nuk më konë shumë shtirë kjo qasje, se kemi më pas mbështetjen edhe shtetnore për mi tërheq ata investitorë. Po deri tashti ka mungu shumë mbështetja institucionale për njerëzit që kanë dashur me punu në parime islame. Kryesisht të na kanë punu organizatat jo qeveritare, edhe në popull u konë e instalume një farforme në kryte njerëz u konë instalume që çka do që është islame është me marrë falë. Kjo për neve muslimanëve është shumë mirë, adin se llogaritin që na veç japim, adin e kur ti thuti që jo ka dalë se na dhe punojnë, edhe fitojnë, edhe kësit pak adin tërheket. Po tash po besoj që po vinë ditë më të mira për financat islame. Unë lut Allahun që sa më shpejt më ardhin investitorët e huaj, të fuqishëm, që me bë diçka shumë të fortë në tregun tonë. Po. Është shumë i nevojshëm bankimi islam në Kosovë. Po. A keni bashkëpunime, do thot ose pëmnej qofshin bashkëpunime, qoftë komunikim me bankat islame në vendet tjera? Na kem komunikime të vazhdueshme, se paralel me bankën botnore për zhvillim që është, njëjtin objekt i ka zyret edhe banka islame për zhvillim. Do të thonë është një bank paralele, po ata funksionojnë bashkë. Po Kosova nuk është antarësuar në
këtë organizatën botërore islamike. E ajo është pak pengesë pse ata nuk lëshojnë fonde direkt në firmat e Kosovës që dojnë me punu. Që kjo është një pengesë e madhe pse Kosova nuk është e antarësuar në atë OBI-n. Shqipënia është antarësuar, po Kosova nuk është antarësuar, nuk e di pse. Okej. Ama janë shumë tronë, me të thonë drejtën, për me dalë me lyp një investitor, për momentin ata janë shumë njerëz i tronë, se nuk mund është të mu taku gjithmonë me ata, kur dush ti. Për shembull, thirrën sot në Arabinë Saudite në takim, ti shkon, ai ta shtyn për një javë takimin, mas një javë vaki ta shtyn edhe një javë, edhe janë bajakit papërshtatshëm në komunikim. Po. Edhe kjo vështirëson mundi. Në vazhdimsi kem pas kërkesa, po mënej kem pas tentim me u taku me ata, po jo që kemi mujt me krye diçka punë konkrete. Zakonisht ata e kërkojnë mënyrën institucionale të bashkëpunimit. Po, zotëri Burim, kur flasim do thot me njerëz që nuk janë praktikant fetar, për pjesën e financave për shembull, me muhabete kështu thjesht atë njerëzve jo profesionist po flas. Gjithmonë është ajo përshtypja që çysh mundet me funksionu një bankë islame pa kamat, tu e ditë që ajo gjithmonë e kemi të kriju në idenë që banka funksionon ose hec, ose domethënë përfiton prej kamatës. A është e vështirë me funksionu me një bankë islame ose institucion financiar? Banka islame, tash nuk po flasim për institucione mikrofinanciare që funksionojnë në Kosovë. Tash po flasim për banka islame. Që është tamam bankë islame me komplet infrastrukturën. Banka islame është jashtëzakonisht e suksesshme në Britaninë e Madhe. Po. Çka ka bëu të suksesshme? Po, suksesi i tyne, nëse muj me marrë një shembull ma konkret, për shembull për ndërtimin e shtëpive. Ti kime ndërtu një shtëpi me ta bëu kështu ma thjesht. Po. Ti kime ndërtu një shtëpi edhe për shtëpi shkojnë materiali ndërtimor, shkojnë pagat e punëtorëve, tokën e ki pezojnë, tokën e ki tonën s'ki nevojë me blepi bankës. Tash bankat islamike, pezojnë aksionarët e bankave islamike, kryesisht janë aksionar edhe në rrjetet e materialeve ndërtimore. Kanë firmat veta ndërtimit. Kanë çdo gjë, e kanë vetën lidhet, ekonomia është e lidhur në mënyrë zinxhirore. Domethënë prej bllokave që blihet, betoni, armatura komplet janë në pronësinë e tyre. Ata fitimin e marrin prej pllacit. Domethënë kur vjen te klienti i fundit, ai ka me pagu për shembull vetëm kostën e ndërtimit. Kostën e pritjes bankës ai nuk e pagun asnjëherë. Sepse aksionarët fitojnë prej shitjes të materialit ndërtimor edhe prej punës që e kryen kompania tyne e ndërtimit. E që ndodhe kundërta te bankat konvencionale, nëse ti merr një kredi për me ndërtu shtëpinë në bankë konvencionale, atëherë ti ke me pagu për shembull materialin ndërtimor, ke me pagu me fitim, se banka konvencionale nuk jep pa fitim. Aksionarët tash të placeve e kanë një normë tjetër të fitimit. Nuk fitojnë me fitim të vogël, e kanë edhe ata rritin fitimin e vet. Banka e merr interesin prej klientit, edhe para 99% rasteve edhe placet e ndërtimit, kompani ndërtimore kanë kredi në bankë për me startu ndërtimin. Domethënë banka fiton prej ndërtuesve, fiton prej shitjeve të materialeve ndërtimore, edhe në fund fiton edhe prej klientit. Kosto e klientit është larg më e madhe se sa me funksionu me bankimin islam. Kjo i ka bëu suksesshëm ata se janë më të lirë, jo për ndonjë arsye tjetër, vetëm se janë më të lirë edhe për ato që e folën fillim, që në bankat konvencionale për shembull e përmenëm Turqinë fillim. Turqia e ka sistemin më strikt bankar. Pezona është marrëveshja 2 muaj nëse nuk e paguën kredin, të mirët hipoteka, mas 2 muaj ata të largojnë. Që në Kosovë fatmirësisht edhe bankat konvencionale kanë një tolerancë, kështu nuk e ekzekutojnë shpejt hipotekat e këtu, në Turqi për shembull ekzekutohen brenda muajit. E hub shtëpinë, e hub biznesin, e hub komplet shumë shpejt. Te bankat islame për shembull nuk ka ndodhur kjo. Nuk ndodh. Po do thotë kjo është diçka shumë e mirë se vetëm çu shpe kuptoj është çështja që na me pas atë lirin, mundësinë me funksionu se një bankë islame po i bën që të gjithë në përfundim janë të kënaqur. Edhe klientin këtë rast, po edhe personat bankier ose ata financier që punojnë në atë drejtim. Se fitimi gjithmonë është më i madh në shitblerje se sa në shitje të parës. Vetëm se struktura ndryshon. Është komplet tjetër, nuk është njëjtë se të na në njëri që nuk
nuk e din, po mënej, nuk është financier që e potencove ti, nuk është financier, nuk e din, intereson vetë sa i ka marrë parë në bank edhe sa kam i kthyer. Po. A kupton? Po. Ajo është pyetja që na bëhet neve, sa i marrone Po, edhe sa i kthej. Po për shembull nuk e din që me ta marr konkretisht çat kamerë pezojna, nëse ti e blen për bankës, kamera kushton 1000 euro, banka me këstet bëhet në bankë konvencionale 1100 euro. Në bankën islame ndodh që njëta kamerë kushton 900 euro me ble, edhe një 50 euro fitim. Domethënë ka raste kur ty të bëhet më lirë se çmimi i tregut me bankimin islam. Po, a mendoni që ju e thatë ma herët që ndonjëherë ne si musliman, si besimtar, praktikues fetar, domethënë gjithmonë i shohim gjëra që okay, se këtu shkon, si ta dim që ka dikush fitim, fillojmë edhe dyshojmë. A ka kërkesa dhe interesim, a shehni të nevojshme që duhet me u zgjeru dhe me u rrit, domethënë ky standardi ose mundësia për dhënje për mbështetje të njerëzve në blerje, në Kjo është shumë e domosdoshme, sidomos te praktikues të islamit. Na e di mirë për shembull që njëri mundet me nejt një jetë vetë të plot me qira edhe nuk merr kredi në bankë. Po. Edhe ko sidomos praktikues janë shumica janë tillë. Tash aty nëse ti nuk i mundsi për shembull më dhon një kredi afatgjat, ata kanë me gjithmonë me qira ose gjithmonë biznesi tyne me më i vogël, nuk mundet më rrit paralel me këto biznise tjera. Kështu që nëse dikush e kish pas forcë me mbështet këto, me të vërtet është shumë e nevojshme për tregun kosovar mbështetja islame, po mënej mbështetja financave islame. Unë konsideroj njësë shumë e vërtet këto që ju e thatë, që shumë, domethënë njerëz besimtar mbesin me qira dhe pa shumë gjëra të tjera, nashta që në kushte të tjera dhe mundësi të tjera kishin avancu, po për arsye të kamatës e kufizojmë vetëm, po që realisht duhet me qenë të kënaqur me çat kufizim që na kemi arrit me kuptu që duhemi me abu vetes. Zotri Burim, na kthehem për pak, vazhdojmë me një blok marketingu. Ishim duke bisedu, domethënë për shumë njerëz që do të thotë kanë vështirësi me arritje një produkt më madhor në jetën e tyre për shkak të kamatës.
na bisedum paraprakisht para podcastit që po ofrohet diçka për jush, po nuk arrita me kuptu mirë, po kisha desht audienca me kuptu, do thotë që çiftet e reja, qoftë edhe mobilimi i shtëpisë dhe mobilimi i vendbanimit nuk është shumë me një kost të ulët sot. Çysh e ofroni ose cila është mundësia që ju e ofroni konkretisht sot për çiftet e reja në këtë drejtim? Këto, tash për mobilimin edhe për këto janë të nivelit tonë. Adin se nuk janë kërkesa shumë lloja, nuk është kërkesë e madhe monetare mobilimi. Do të thonë shkon prej 5.000 deri në 10.000 që është e përballueshme edhe na mujna me bë po me këste me këto. Atë pjesën e parë patëm pak më tron për banesa për këse, ato nuk po mujnë mu afru. Po te mobilimi e kemi bënë marrëveshje me një mobileri. Bile aty kemi tentu kështu me ndiku direkt në ekonominë e Kosovës. E kemi financu blerjen e biznesit prej turshve. Kanë qenë tursh pronar të mobilerisë. Tani menaxhera që kanë menaxhuar atë mobileri e kanë lyp mbështetjen tonë për me bler biznesin për aty në turshve. Edhe e kam bler biznesin. Elhamdulillah, puna ju ka ecë mirë. Njerë kanë fillu vetëm me shitjen e krevetave të fjetjes, se që ajo kanë produkti i tyne. Me mbështetjen tonë, gradualisht kanë shku, e kanë bo na i thojmë komplet mobilim. Kanë marrë përfatësi të perdeve, kanë marrë përfatësi të pihav, kanë marrë përfatësi të krevetav, e ato komplet tashtina i afrojmë si gamë për çiftet e reja që duhen mu martu. Tash edhe çiftet e vjetra kush ju ka amortizu shtëpia kështu. Është një produkt po shumë i mirë që në këtë rast nuk i bën pagu fitim të bankës. Domethënë sa merr çmimin prej mobilerisë, çash që më pagu edhe në bankë. Do thotë e pagun me këste si e pagun me këste, jo procedurat e bankës që duhet më mbulush ato që duhet më mbulu. Ama çmimi si çmim nuk i lëviz prej mobilerisë. Sa e bën në mobileri, aq që më pagu edhe në bankën tonë. Çika që kanë mundësia jonë me bë, na çito e kemi bë. Po, mundësi e mirë, përmendoj pavarësisht që ajo baza, shtëpia ose banesa që e thatë nuk po arrin me bë, të paktën mobilimin është lehtësim edhe ky. Se mobilimi është stoza e fundit kur njëri harxhon këtë parat. Po, fiks. Kush ka bë shtëpi, mos më ka rënë me bë, se mua ma ka bë papa, s'm ka rënë me bë, po kush ka bë shtëpi, e din në fund mobilimi. Sa kushton, çysh bëhet tek bëhet. Qitë mundësi që kemi afruna, besoj që është një mundësi shumë e mirë, e inshallah na vazhdojmë edhe me mundësi tjera për financimin e shtëpive edhe këto. Për ndryshon një bëjthirje, kushdo që ka nevojë për këto mobilet, me shku me pa showroomet. Ku munden me informu? Ajo është në Çaklavic, për Çaklavic, tash firmës për përmenë, se s'dia ku zë me përmenë, po është një imobilerie madhe, tash është një showroom shumë i madh. Kemi marrë, po më kur e kemi financuar një showroom të vogël, tash është një showroom shumë i madh, ka zgjedhje shumë lloja, ata tash të jepi kryen këtë punë, po dorën za madh atje që kanë punuar aty kanë menaxhu shumë mirë, se na kena pas tentime me disa firma me punu, po me këta na ka ecë më mirë. Po. Atë se kemi pas bashkëpunime ndryshme, na po me do punojnë vetëm më pak, njerëz janë tillë, do punojnë më shumë, do punojnë më pak. Po me këto, kjo është historia e suksesit në bankimin islam. Po. Shumë mundësi e mirë. Shpresoj që, domethënë, çështu keni më arrit, jo për ne një farforme, me na kriju kushte që me u lehtësu disa procedura që për ne gjithmonë kanë qenë vështirësi, sidomos në periudhën e pas luftës. Se para luftës besoj konsideroj që ka qenë pak më ndryshe, edhe pse nuk është që e di se s'të marr me ato pjesë, po prap, domethënë është një lehtësim. Kështu që në Denovo është mundësi shumë e mirë me shku, me shiku dhe mu informu se ju thatë që nuk e dija më me përmend, po unë prapë marrat pe përmendi se Denovo njëkohësisht e kemi edhe sponsor në televizionin tonë. Pasi do një lehtësmëri shumë mirë edhe me televizionin me këto. Po, zotëri Burim, po kthehem prapë te muaji i Ramazanit. Domethënë ju tregut që është energji dhe po bën shumë përshtypje se gjatë këtyre episodeve të Ramazanit gjithmonë prapë po kthen atë kjo kategoria njerëzve që e shohin edhe e komentojnë agjerimin. Edhe krejt e shohin me asynin që ju tash keni mu lodh, ka më ndryshu rutina, qonin sëfër, nuk hani ton ditën. E realisht secili musafir që po e kam, secili në profesionin edhe fushën e vet po tregon atë energjinë e mirë edhe ndryshe gjatë agjerimit. Po më bën përshtypje edhe te aspekti juaj për shkak se puna juaj është kryesisht mendore edhe
edhe mboni shumë përshtypje për mirë, fakti që thatë është një energji kemi kohë ma shumë gjatë agjerimit. Po tash, fatmirësisht, kemi hyrë edhe në sezonin e dimrit. Adin? Edhe me thonë që shumë shpesh e kena këta të rregullt, buk nuk hojna deri në ora 4-5, adin? Na fshin do punë përpara që nuk është që hojna ushqim për mënej gjatë ditës, edhe për agjerim është kohë shumë e shkurt. Adin? Po, tash është e shkurt, po. Edhe na e marim atë punë që, sidomos të ushqime, zarpja të projna gjatë ditëve kur s'pojna agjerushëm, për ja të projna me ushqim, unë po mendoj që është edhe një farë pushime edhe për ushqimit, se ushqimi tepërt, po të dëmton edhe në shëndet, po ta unjë forcën në farë forme, të jetë hongër instinktivisht shumë, po realisht nuk është që ai ushqimi ty t'jap në një farë forcë të madhe. Ramazanin po tentojna këtë herë me kalu pak ma ndryshe. Po. Realisht ju tha që nuk është dita shumë e gjatë tash. Më thonë, kemi përjetuar Ramazana gjatë verës, dhe më thonë, kur ka qenë 8:30, me tash është një dallim bajagi i madh, 3 orë nuk janë pak. Dhe më thonë, kohën prej iftarit deri në sufër, ku na kemi mundësinë mu ushqy edhe me pi sa dojmë, edhe pse sipas nutricistëve edhe aty duhet me pas një kufizim, prapë që është liria për me hangër, po që me qenë të kujdesshëm, po në një kohë zgjatje kemi. Mu nuk më kujtohet se në vetë kona 2004 apo 2005 ka qenë këtë kohë. Puna, po në orarit punës, iftarin në nxekin orar punës. Po. Adin, edhe atëherë nuk falë shumë namaz, ja prish shumë pak diçka me një kafe me kështu, edhe iftarin a ishëm 8-9. Adin, si shumë t'idhën me adhurimet e Ramazan, në veç agjerojshëm. Po. Edhe për shembull u kry ke orari i punës, nuk shoh shumë hangër buk, po pishëm kafe, do të thonë mëngjesin janë nisë shumë që atëherë në ora 4-5, po tas për 2004-tën. Tash ti besoj që shumë letë është, nuk bëhet llafa e puna, dhe puna e agjerimit e kështu, po edhe sikur më konë nxehtë, dita gjatë, e më konë udhëtim edhe krejt, ai njeri që agjeron nuk besoj që lodhet për agjerimit. E vërtetë. Deri tash e kena këtë përvojë. Po, ju e përmendet vitin 2004 ku thatë vetëm kemi agjeru. Çka ka qenë shkaku që mandej jeni thellu pak a shumë në aspektin fetar? Ose ku ka qenë ajo piknisja juaj, ose kthesa? Unë vetën, si pas vakli, e kom paramenu gjithë. Nuk e kom po me ato kur plakna. Babgjyshi jam ka qenë fetar i madh, dhe një ka falë 5 kohët e namazit. Ndoshta doat e tina, besoj që se kena jetu bashkë me babgjyshin, sigurisht doat e tina, po kështu se nuk është diçka që më ka ndodhur rastisht më udhëzu në islam. Po nisja e faljeve të namazit ka ndodhur, nuk ja përmend emrin se kum lënë që ditën e gjykimit mi kallzu atina. Unë isha me u regjistru një fitness, ai pronari i fitnessit sa kish hop biznesin. Edhe aty vishin njerëzit mua antarsu, se hopin ma halladin. Po. Vishin njerëzit mua antarsu e kish ekipin që ja mundoj, ka se kish kompletuaj, adin. Një ekip mundoj ke pajisit e fitnessit. Po. Edhe plus i kish inspekcionin e komunës ishin ardhë, që kish dërtu diçka pa leje se s'gaboj. E na ishëm aty një 3-4 njerëz, e tha i ma bëne Allah, tha se po shkoj, tha pe fali kindin. Dhe më thonë krejt që tu i la. Këtë ata lakoma din, e zoni unike, ma bëne Allah tha se përshkoj me fali këndin. E nëjse mu m'la përshtypi pse a i shkoj, po tani kur u ktheva, ta shej subhanallah, ky njeri me tëmë këtu të lashe, edhe po shkojnë po falë, dhe në alem të menua po falë në nesër, a mas nesër, a kur më falë. Edhe tani thira një shok që u falë, nuk më pas shok që i kam falë 5 kohët, thira se si disha vaktet e këto që janë, e thira i mi kallëzej, Allah është probleme dhe ato, 2 vjetë, më ka thina ma sabajta e më që asë më që. 2 vjetë renaj, që kjo ka qenë një pikë these që unë e kom nisë mi falë 5 vaktet. Po. Gjithmonë na duhet diçka, gjithmonë ekziston një sebep një farforme, që njeriu e fillon që ato, se pavarësisht nashta edhe edukimit hershëm, që gjithmonë je mësuar me gjyshin, ose me një person të afërt, që ka qenë... Po, në fatë mirësisht, familjen e kem pas fetare, po më nëj vim për një rethit fetar. Nuk vim për një familje që s'ka një për fej ose diçka. Po.
Sar folet në këtë formë gjithmonë më bën përshtypje dhe mendoj dallimin mes njerëzve të cilët kanë rrjedh për një familje fetare dhe të tjerëve që do thotë nuk e kanë pas një bazament, mirë po mandej e kanë fillu. Nuk e di, diqysh mdoket kanjëherë të kërkon pak kohë me u mishëru komplet me aspektin fetar, se mos me qenë feja pjesë e jetës tënde për 20-30 vite, heq, do me thonë, mos me pa namaz të falë dikush ose të agjëru, edhe mandej ti po ndryshon, mendoj që kërkon pak kohë, pavarësisht që ti e bën, e praktikon, mundohesh në atë verzionin që ti din edhe sa do që ti informohesh. Po prapë se prapë njerëzit të cilët jenë rrit në një ambient fetar, më duket që e kanë fen pjesë të vetvetes, është pjesë e karakterit tëne. Pa dyshim, na kem po shohim për shembull njerëz që realisht ata janë jo fetar. Po pezojna më thon diçka jo në raport me neve, se na nuk i thojmë diçka. Po pezojna me këta islamofobat, ai nuk për shembull nuk praktikon fe hiç. Po për shembull në rast me një islamofob ai shumë ajo është për sena. Po. Ai ka diçka imon që e rumë, po mor parasysh që ai s'praktikon feja, s'praktikon kurrë aty ka me pe diçkafit, që feja islam është e shejtë. Fatmirësisht në vendin ton kjo ruhet shumë, po sepse ka zona ndryshëm. A kem probleme në familjet tona me islamofobie me këto, po tashti është i orë fundi kësaj sene, nuk kanë mundësi mo. Na veç duhet me bo sabër edhe na më bo muslimon të mirë, ata tjetë nuk kanë ku shkojnë. S'ka mundësi ata me ik islamit, kërkushesh. Se s'ka sen që e konkuron, adin nuk e ka garantu Allah ato, nuk ka mundësi, ku me ditë kejtë mu që mu bo bashkë. Edhe djetë sot që luftohet e që ka bojnë, të e bojnë edhe kjo veç kënë të rritë, është e paspjegueshme. Po. Realisht, po, kjo qëndron se po tentohet mu luftuna, nuk e di sa ju keni rastin ose mundësin me shiku faqen e rretërisë në rrjetet sociale, edhe vazhdimisht ka, do me thonë, komente të llojit, nuk dëgjohet çka ti fol, mirë po vetëm shikohet veshja, pamja, me shami edhe direkt nëse s'ka të post bëjas me fe qaj kontent që ti e tu e thonë, gjuhën direkt, shkoni në Arabi, shkoni në Afganistan, ju bëni kështu, juve që keni qitë shamin, më thonë është një tendencë, une ka njëherë pesho si frikë, ato është frikë, do më thonë, kur hynë janë 700 komente, edhe 90% e tyne janë me qëto në qëtë formë, unë e shoh si frikë që ti je të dash me ndiku edhe je realisht të arrit një ndikim, edhe unë po du me nalë që ato, dhe ndoko si organizim me qenë një farë forme. Kështu që aty pesho këtë ndikimin tonë, ose unë e më të shpresu që është ajo. Valojnë ata janë me të dhimt. Kështu me këshyr anën fetare, mos me menu kush janë ata. A dhe më heq pe njërojnë a pjesën kush janë ata, valojnë janë me të dhimt ta. Janë me të dhimt se s'kam kur fara arsye, unë e zini musliman Kosovë që ka bu kesh diçka. Bash, shumë e vërtet. Veç me nalë me vetë, çka të ka bu ty vlera me shami që ka dalë për qytet, a ki diçka të keq, ose burimi, ose tash ti marrim shembull, po. A ki diçka keq? Ajo vëllai, llafin e parë kanë jo, po kështu e jo ashtu, llafin e dytë jo në kompozit pa gjysh në agjia. Ke vrejt, me njerë e ndrojmë, kur fillon ti me bisedu me ta, ata dalin në stazin e dytë, se s'ka, po kështu realisht, ata janë ignoranta në vaj, njerëzit që përgjithsisht, mi amort kalumën, me plot kuptimin e fjalës janë luzera. Ato nuk e ngon as familja vet, nuk e ngon kërkushesh. Nuk është i respektueshëm në lagjen e vet. Nuk është i respektueshëm kërkon, edhe mundohet për shembull me dalë në televizion se ka jo vetëm ata i që shohin. Po për shembull pëlqesin këta televizionat. Do pleshë vëllai që më e keqja tu kontorti ka pleshnia më kthy mor, ai ka pleshnia del stan zez pa fond. A më vetë çaki të keq, jo vëllai, li shkojnë në Arabi. Li shkojnë këtu, li shkojnë aty. Ato kisha marrë me çudin Arabi me po, sa ka ecë Arabia, unë jam konë në Riyadh e kështu, po nuk është as New York më i mirë. Nuk është hiç s'po di na konë Gjermani, nuk e lën vend pa shëtit kështu me po nuk i afron Riyadhit. Jo shumë më larg. Le shkojnë hiç në Stamboll, le shkojnë le dalin lagjet e Stambollit, çfarë lagje janë. Gjën me të dhimbë, vallai më dhimbë, pa shans kështu për të kthyer kanë herë. So më bëmi nervoz është natë me shok dikon me shamë, po kur të kthyrëm çfarë më bëu me ta. Po. Janë disa momente kur është më arritshme mu te i kalu çaja. Edhe thu hajt se po janë kanë një herë
që aty fillon edhe mendon thu hey veç pak ta ngoj edhe një herë veten çka kom thon. Aty të bojnë me mu kthy, mi dëgju veten edhe një herë çka ke thon, a thuash për me qenë që ato komente që aty. Po, shpresoj që kjo është ai ndikimi, se ka njerë edhe kur arrin ndikimin, pëmdoj dhezen ma shumë, edhe në qatë kuptim. Po, shpresoj që njerë si ju, për shembull në këtë rast që mireni me bankim islam, qoftë me institucion financiar islam, në të pavarësisht kësaj arritjes, shpresoj që shumë shpejt kemi ma arrit, ju keni ma arrit konkretisht me një bank islame, po mendoj që individ, njerëz të tillë, institucione të tilla rritin edhe atë nivelin e imazhit të fesë tek ne. Për shkak se ndryshimi që ju e përmendët nuk ka ndodhur rastësisht. Për shembull, ju funksiononi që shumë vite edhe si institucion. Edhe tash ajo normalisht që e ka ndërtuar një impakt te opinioni, edhe kur ndërtohet që ajo mandej automatikisht identifikohesh si diçka që ka të bëjë me islamin, edhe ngritet niveli. Jo, ne këtyne vlerë ju kësha bo thirje, këta që pelujnë të meshpin, apo kupton? Po. Ju kësha bo thirje, veç me bo një analizë, kush ka një mu ma shumë Kosovë. Kush ka një mu ma shumë Kosovë. Pe marëm, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, që ka obligim shteti, apo shoqatat islame vendore, nuk pi marë për shoqatat e jashme që kanë ndihmu ata. Po, e kemna si shoqat që njihet kështu zyrtarisht e Bashkisë Islame, për shembull Bereqeti, sa shkep ushqim Bereqeti. Dhe shkojnë këta le të vesin nonat e jetimave, kur kërkush nuk ja vëshel derën, as prindët e tyre nuk ja vëshelin derën, edhe kur shkon shoqata Bereqeti për shembull e mbush me ja pagun harçin për një muj. E marrin për shembull jetimin pej një vjet deri sa të bëhet i madh, e ka një rrugë jetimi pej organizatave arabe. Le të marrin çto analiza le të bojnë. Le të qesin, e tani dolin të këshyru ma po esin në Arabia, po esin këta. Se është diçka e pakuptim të kjo që ka ndodhë. Nëse si musliman kem rri me ushqy këtë popull për 99-ës, dhe i tash, kush guzenë pas drejt ty me të ofendu në rrugë ose diçka. Po elhamdulillah që na ata i marim si kurgjesha, dhe një kurgja ata Allah i gëzovë se për një nuk jem kërka e qështu. Se avlim me full për ta. Po. Zotë Burim, e përmendëm këtë pjesën e mobilimit, po unë po më intereson me ditë mobilimi prej Denovos, a përfshin komplet shtëpinë, domethënë edhe pjesën e kuzhinës? Po, komplet, çka do që ka në shtëpi, kuzhinës kuzhinës, dollapave këto, po edhe teknikën e bardhë, frigoriferat, shporetat, aspiratorat, çka do që i nevojitet në shtëpis, ato e përfshinë te Denova. Okej, do me thonë janë të gjitha, se para ma herët e kisha plan m'ju pyet, mirë po nuk e pata rastin, nuk e patëm kohën. Tash do me thonë, se ajo punon që 3 vjet funksionon, tek vitin e tretë kemi mri, do me thonë që 2 muaj kemi mri me ekipin menaxhues Denovës, me i bo komplet këtë strukturën e të furnizimit. Po. Mundësi shumë e mirë për të rinj, se realisht, edhe që kjo është një ndihmë se i përmendet shoqatat edhe të vendit, edhe të huaja qysh mbështetet, bile është edhe kjo pjesa e Hoxhës Halil Kasrati, këta jetimat e Ballkanit, domethënë që ndërtojnë edhe kulmin e shtëpisë që qyshtat edhe jo është punë e institucioneve me siguru qytetarin e vet. Po edhe kjo që ju e bëni është një mbështetje. Do thotë kur ti jep dikujt ja mundson edhe në fund nuk e penalizon, pëmdoj me i shku me litar të fyti që ose kimi pagu ose shkove. Po, na punojna me këtë strukturën tjetër. Po. Halil Kasrati i ka njerëz që nuk kanë tyra heq. Po normal. Atyne na nuk muna më ndihmu. Normal, e qartë. Na muna më ndihmu pjesës që për shembull do në mobilu shtëpinë, po do në me shku vendetje, atë ka një farë standard jetësor. Na dallojmë për Halil Kasratit se ai ka bu punë shumë më shumë se shteti i Kosovës në raport me njerëz. Na kemi këtë punë biznes, po është një lehtësim shumë i madh për një familje që don me mobilu shtëpinë, me bler kerr, me shku numre, është baja gjeni falecimi që na këna mri me bu. Me shku umre? Qysh po i bjen që kjo? Ta që s'kan pare, për shumë familjet pezojna që si kanë komplet pare, do në me shku komplet familje, edhe mirët faktura të kompania umrës, edhe që ashtu sot ka bu kompania umrës, na veç i bujna me këste. Bujna me bu deri në 18 këste, pezojna nëse ne
Për një familje kushton 3 mjerë, na qata 3 mjerë e bojna për 18 muj, edhe ata vazhdojnë shkojnë numre edhe tani paguajnë këstet e. Po, ju e thatë edhe vetë që na jemi biznes edhe normal që unë e kuptoj edhe besoj edhe shikues të kuptojnë shumë mirë që jetimat e Ballkanit, Hoxha Halil Kastrati funksionojnë shumë ndryshe, po mendoj që duhemi me ditë edhe me kuptu që edhe musliman do thotë funksionojnë me një standard, nuk do thotë gjithmonë gjithçka me pas me ndihma, një farë forme, mu identifiku gjithmonë që na ndihmojmë dikon që s'ka, po ti në qëtë forme rrit standardin jetësor, vetëm ja lehtëson jetën dikujt, tu pagu vetë, se s'është gjithmonë ideja me të dhonë fal. Po normal, se ato për shkak me dhon fal tje baba se nana, vllau, ti nëse ki një nivel të pagës, është marrë dhe me marrë fal, do të më lëshu rrugët e njerëzit që s'kam për një me. Se na kem njerëz, kem pas rastina që kemi vizitu në të kalumen, ata nuk janë taftas për me punu. Aty ne do të më ndihmu me sen e fal. Po. E na po flasim tash për një standard tjetër që po me mobilu me jetu më mirë në shtëpinë e vet. Po do një standard E për ma apliku për shembull për një blerje të një produktit. Çka duhet me plotsu kushte një klient te ju, te institucioni juaj? Kushtet janë të njëjta si në banka. Do të më ka një punësum, pagën do të më pas përmes bankës, kontratën e punës, po tash të varet edhe shumë e financimit. Se pëzojnë nëse është kredit vogla, nëse janë për kredit vogla 1.000-2.000 euro, ato shkojnë procedurat janë shumë atleta. Nëse janë kredit pak më mëdha, atëherë janë pak më dokumenta më shumë. Po për këto i kena të publikume në sajtet tonë, mund me himi po më në kredi kanë publikume, mund me himi po kushtet, mund me telefonu në telefon ku shpriton në muan. I marrin informatat, do të thonë komplet edhe përmes telefonit. I marrin po. Çka do të shkon nevojë, me si do të përmes telefonit. Po. Zotëri Burim, unë ju falenderoj shumë për kohën, e di që nashta për bankat islame ka edhe shumë çka me fol, po unë shpresoj shumë që pas një kohë, jo shumë gjatë, kemi me juftu si financieri një bankës islame, jo vetëm institucionit financiar. Inshallah. Unë e vi për bankimit konvencional, unë një pjesë gjatë kum punu në banka konvencionale, e për këto të bankimit islam i dive që elementaret. Po, fatmirësisht, në Kosovë, tash janë, nëse s'gaboj, 3-4 doktorat bankimit islam. Doktorat bankimit islam, ata nuk janë të angazhuar për institucionet financiare, po neve këshillat i marrim për atyne. Aha, okay. Është mirë me bëni një emision edhe me ata flasin më mirë se dinë më shumë produkte, dinë më shumë produkte se na dinë të sqaru shumë më mirë bankimin islam se unë. Se unë vesh që marr me kallëzu këtë pjesën frontale që kanë ndodhur neve kështu. Një hyrje, që herën tjetër me po, se edhe një informacion, po shumë më shumë produkte të bankimit islam se të bankimit konvencional. Bankimit konvencional i sillën diku 20 produkte. Po. Që ato bëhen tani e ndrojnë emrat, po janë 20, nuk dalin më shumë se 20. Okay. Atë bankimi islam janë qindra produkte që mund mu funksionalizu në bankë. Kështu që janë edhe ata doktorat që janë përgjes me folë, se nuk janë veç ekonomist, nuk mund flas shumë për parime islame të bankimit. Po ka dallim, vetëm edhe shkjo po më intereson me ditë, përvoja juaj në banka tjera, edhe ju si financiar, çu ndjeni veten? Më thonë, në një bank që ke punu ma herët, që s'ka pas parime islame me tash? Nëse dënë me ta spjegu profesionalizmin që mrin një bank konvencionale, atër është shumë ma i madhë. Se atë janë shumë të fëqishme, janë shumë loja, ka shumë trajnime, ka shumë staf, mund me mësu prej gjithë kujna gjithë shka, janë njerëzi bankierat pregaditun, po është një farë zymësie shpirtnore, sa dhe që e ki rogën e madhe, s'po dish me thonë, sa dhe që e ki pozitën e madhe, asnjëherë nuk je rahat. Asnjëherë nuk je rahat. Mund me marrë shumë pare, ky pare në konto e ki krejt, po del si dëshpërum pej objektit. Unë s'pe cekë në cilën bankën punune, i valojnë, rënën vjen sot kur i bia nena, se nërë duna me shku mu taku më në ish kolegë, se diçka, valojnë, rënën vjen veç me shkel dyrët e tyne. është një zymësi që nuk përshruhet, në bankim islam edhe pse kena shumë vështirësi, se na shumë atë vogël, shumë a pak me këse, vot ora 4-5, rrim jashtë masararit, s'na vjen shumë e nejt, po me vullnet, edhe vjen punë me vullnet, edhe del për punës me vullnet. Sa do që është stresi madhe, volumi punës e krejt,
vallajnë është ndryshe. Edhe I kisha bo thirrje këta musliman praktikues që janë të punu në për bankat konvencionale, sa më shpejt me liru ato vene, mos me nejt aty. Se s'ka bereqet për aty në punës, adhe në ty duket që fillimisht po merr do pare, pak ngritesh, profesionalisht ngritesh, po vallaj nuk ka hajër për aty në pare, nuk ka bereqet, nuk ka kurgjesh. Po muj me paramendu, se realisht kom pas rastin mu taku me njerëz që punojnë për banka, nashta edhe që nuk jem fetar. Po të gjithë, po thuaj se, qysh e kom kuptu në kanë të njëjtën ndjesi, një ngarkesë, një presion, një ndjesi jo të mirë. Kështu që faleminderit Zotit që keni një derë, një mundësi e keni ofru, më thonë edhe ju si profesionist me pas një qasje tamam qysh ju doni halal, po njëkohësisht edhe për ne si qytetar thjesht me pas një derë kur kemi nevojë. Faleminderit shumë. Faleminderit zë e vlerë shumë, na inshallah bashk duhet më munu me ndihmu njëri tjetrit, më bo bashk praktikus të islamit mas pare, me bo diçka të madhe, me rrit, që to ekzistuset, me rrit nëse është mundësia me bo dhe një krejt tjetra, po të për fillimit, po dëm të visht në Kosovë ka pare shumë, edhe që ta se në shta, që shina me minuta, edhe që ta e kësha potencu, ekonomisë Kosovës I ka ndodhin fatkeqësi e madhe. Pezomë janë 7 banka, 9 banka janë, për atyne, veç 2 janë vendore. Edhe ma dopt atë mund shme janë vendore. Do më thonë, vim për jashtit, e shfrytëzojmë kapitalin paret e kosovarve, I shfrytëzojmë paret e tyne, I shfrytëzojmë punëtorët e tyne, menaxherat ma të suksesshëm janë të Kosovës. Drejtorat e bankave që janë të Kosovës janë ma të suksesshëm në treg të Kosovës. Do më thonë, çdo sen e shfrytëzojnë të Kosovës, edhe paret shkojnë në shtete tjera. E dhëmshme. Është të mërshme. A bankat vendore janë në njëjtin nivel me institucionet mikrofinanciare të Bankimit Islam. Nuk kanë ai fa niveli. Inshallah sa më shpejt vedisohet ky popull edhe e fillon bashkëpunimin paret që kanë për banka me bëni rjet diçka të investimit që mos milion paret në banka me fitim shumë të vogël, mos me fitu kur gjë. Tash si japin mua, nuk japin mua për depozita kur gjë fitim. Shumë pak, po mu angazhu. Jo milion paret ato veç me nejt edhe ti me mani fitim për aty në pare, po me këshysh që ato pare me kysh në për biznise. Mos milion për banka, në përsi se Kosova ka nevoj për fabrikat prodhimit, ka nevoj për gjithçka ka nevoj Kosova për eksport, për këto, e ato pare orgjina me nejt në për banka qyshën të nejt qitashti. Po, faleminderit shumë, hape edhe shumë pyetje tjera te unë, besoj që edhe te njerëz që po na shikojnë, po shpresoj që na herë tjetër kemi me ju jap përgjigje. Nuk e desha pse ata po shtyhen në për debatës, është hera parë që unë daj në televizion. Nuk e desha pse po shtyhen ata në për debate, shtyhe dhe pakatin po nivel po shkoj ka koha shpejt, Po bash. Faleminderit shumë zotri Burim. Faleminderit shumë vlerë, faleminderit shumë për ftesës, inshallah Allahu ju shën bereqet edhe në televizion edhe ty në familje dhe Amin. Faleminderit shumë. Miropafshim në episodin e radhës.